Përshëndetje miq të shëndetit. Në këtë episod të podcastit do të flasim për shëndetin e kockat, dëmtimin e tyre dhe mënyrat e trajtimit. Gjithashtu do të trajtojmë edhe frakturat, se sa të rrezikshme janë ata për shëndetin dhe si trajtohen. Për të trajtuar këtë temë, ne kemi të ftuar mjekun kirurg ortoped, doktor Tahir Çelën. Doktor, përshëndetje, kënaqësi që ju kemi në podcast. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Për ta nisur bisedën, cila është problematikat më të zakonshme që trajton një kirurg ortoped në Shqipëri? Problematikat më të zakonshme janë traumat e sistemit muskuloskeletik, që do të thotë frakturat e kockave ose dëmtimet e muskujve, të ligamenteve, të tendinave. Por edhe problemet që nuk lindin nga traumat, por që vijnë nga sëmundje të tjera, siç janë artrozat të gjurit ose të kofshës, të cilat zënë një peshë të madhe në praktikën e përditshme të një ortopedi. Doktor, zakonisht ju përmendet këtë pjesën që vinë me moshën, ndoshta këto problematika, por kur ne përjetojmë një dhimbje në kocë që nuk është ndoshta e shkaktuar nga traumat, kur duhet të drejtohemi tek mjeku? Një dhimbje e kockave ose skeletit ose gjymtyrëve që zgjat pak në kohë dhe që mund të qetësohet me barnat analgjezike që ne i kemi të gjithë në shtëpi, siç është paracetamoli, ibuprofeni, që mund të merren në farmaci dhe pa recetë, dhe që reagojnë ndaj këtij trajtimi të thjeshtë në shtëpi, me një kohëzgjatje të shkurtër, nuk janë arsye për t'u shqetësuar. Nëse një dhimbje e kockave zgjat shumë në kohë, është intensive, është edhe gjatë natës, atëherë kjo është arsye për të bërë një vizitë me mjekun ortoped. Kur bëhesh shqetësuese që ti të vazhdosh normalisht aktivitetet e tua, duhet të drejtohemi tek mjeku. Është vërtet, pra kur pengon aktivitetet e jetës së përditshme, zgjat shumë në kohë, nuk reagon ndaj qetësuesve të zakonshëm. Po në rastet e frakturave, kur është e njëjta filozofi, domethënë, për të vizituar mjekun? Në përgjithësi, kur ti nuk e ndan dot as fraktura, po. Po, e kuptoj. Kur pësojmë një traumë, zakonisht po marrim një shembull, nëse ne pësojmë një dëmtim të kyçit të këmbës në sport apo në jetën e përditshme. Nuk ka arsye për të shqetësuar shumë, nëse jemi të aftë, për shembull, mbas një ndrydhje të kyçit të këmbës, të vëmë peshën dhe të ecim te këmba. Nuk ka ndonjë urgjencë të madhe për të bërë një vizitë. Pra përgjithsisht fakti që një njeri mbas një ndrydhje mund të eci, mund ta mbështesë peshën me dhimbje të tolerueshme, në shumë raste përjashton një frakturë. Që do të thotë që në raste kur dëmtimi sjell prishje të funksionit, atëherë është pak më urgjente, pra duhet bërë një vizitë specializuar. Po cilat janë shkaqet më të shpeshta të frakturave nga praktika juaj? Ku e vëreni më shpesh? Frakturat e kockave mund të shkaktohen nga një traumë e mjaftueshme te një kockë e shëndetshme, po ka dhe raste kur shkaku është parësor është kocka, pra kur kocka pëson një sëmundje, ka një sëmundje që sjell dobësim të strukturës së saj, fraktura mund të ndodhi dhe pa traumë ose me një traumë minimale. Kur keni fjalën për cilat janë mund më të shpeshta, cilat janë frakturat më të shpeshta që ju hasim në praktikën nga se shkaktohen, domethënë. Frakturat kanë disa, në atë epidemiologjinë e tyre, në shpeshtësinë e tyre kanë disa grupime, si të thuash. Për shembull, në moshën e fëmijëve, mosha pediatrike, frakturat më të shpeshta që ne shohim janë frakturat e brylit. Fëmijët duke luajtur rrëzohen, përpiqen të mbrohen me dorë dhe fraktura më e shpeshtë e tyre është fraktura e brylit. Tek të rriturit, adultut që janë në moshë aktive, moshë pune, më të shpeshta fraktura i shohim tek meshkujt, që lidhen me aksidentet automobilistike ose me aksidentet në punë, për shembull punëtorët e skelës ose rënjet nga lartësitë,
Ndërsa grup mosha e tretë janë të moshuarit, të cilët bëjnë fraktura që lidhen me moshën, me faktin që skeleti i tyre pëson disa ndryshime të moshës, siç është osteoporoza, i bën kockat më të brishta, dhe frakturat e tyre ndodhin me trauma minimale. Për shembull, një i moshuar mbas një rrëzimi shumë të thjeshtë nga pozicioni i ndënjur, mund të pësojë një frakturë të kofshës. Për shkak se kocka është dobësuar me... Po, për shkak të osteoporozë, kocka e tyre është më e brisht dhe kontrolli i tyre për shkak të moshës ndaj rrëzimit është më i ulët. Me qartë. Doktor, mund na sqaroni pak më gjerë se ku ne mund ta dallojmë që është thjesht një ndrydhje apo një frakturë? Sepse shohim shumë raste që njerëzit mund ta anashkalojnë një vizitë te mjeku i specializuar, duke thënë që kemi thjesht një frakturë dhe duke kaluar ditët, rreziku bëhet edhe më i madh në rast se ka qenë frakturë. Po marrim prapë atë ndrydhjen më të shpeshtë që ne kemi dëgjuar të gjithë, që është ndrydhja e kyçit të këmbës. Ndoshta është një nga më të shpeshtat që lidhet me sportet ose me veprimet e jetës së përditshme. Edhe këtu, siç e thamë më parë, zakonisht kur një njeri pëson një ndrydhje të këmbës dhe është i aftë mbas ndrydhjes, të peshoj, të eci, pra vjen si të thuash tek mjeku me duke ecur pa nevojën e patericave. Në shumicën e rasteve kjo e përjashton një frakturë. Pra, ndrydhja e këmbës në vetvete nuk është një arsye që përbën një urgjencë për të bërë një vizitë e mjeku. Nuk ka asnjë gabim që ti të bësh një vlerësim tek mjeku ortoped, është shumë e rëndësishme që një ortoped të vlerësoj një ndrydhje, po parimisht është kjo që kur ne dhimbjen e kemi të tolerueshme dhe mund ta mbështesim këmbën në tokë, kjo vizitë pret. Okej. Po cila është gjëja e parë që duhet bëjë një person kur pëson një lëndim, aq më tepër një frakturë? Çfarë duhet bëjë për të marrë ndihmën e parë vet? Po. Kjo për të analizuar këtë duhet të bëjmë dhe një ndarje të frakturave. Kemi fraktura të kockave që lidhen me trauma me energji të ulët, por edhe ato që janë me traumat me energji të lartë. Për shembull, energjia e ulët është një rrëzim duke ecur, ose kjo që përmendëm, një ndrydhje e kyçit të këmbës. Trauma me energji të lartë është për shembull një aksident automobilistik me shpejtësi të lartë ose një rënje nga lartësia në punëtorët e profesione të ndryshme. Tek traumat me energji të lartë, këto që u përmenda më sipër, problemi nuk qëndron vetëm te fraktura në vetvete e një gjymtyre apo një kocke, por te fakti që një njeri që pëson një traumë të tillë mund të ketë dëmtime që prekin të gjitha sistemet, pra mund të ketë një traumë koke, mund të ketë traumë të kraharorit, mund të ketë traumë të barkut, mund të humbas vetdijen. Pra rëndësinë në këtë rast më tepër ka çfarë dëmi mund të sjellë fraktura në varësi se në cilën pjesë të trupit është. Për ta thjeshtuar këtë, po marrim rastin e një frakture të shtyllës kurrizore, po themi të vertebrave të qafës. Këto përbëjnë rrezik sepse në brendësi të kolonës cervikale të qafës kalon medula spinale. Pra risku i këtyre frakturave është dëmtimi që mund t'i bëjnë nervave, pra medulës spinale dhe pasojat që mund të sjellë që janë paralizat. Prandaj këtu del shumë e rëndësishme që imobilizimi, pra dhënia e ndihmës së parë në këto raste, sidomos flasim traumë madhore, nga njerëz të specializuar që dinë se si duhet menaxhuar një i traumatizuar. Dhe kjo në Shqipëri është e zgjidhur nga shërbimi i emergjencës. Pra ato dinë se si të sillen, si ta imobilizojnë pacientin që mos të sjellin pasojat më teshme deri në momentin që një pacient sillet në spitalin e traumës. Po sa e rrezikshme është kjo? Rreziku më i madh është paraliza, mund të themi? Apo? Pra, shtylla kurrizore ka specifikën e vet, sepse në brendësi të kanalit spinal të shtyllës kurrizore kalon medula spinale, pra këtu është shumë i rëndësishëm menaxhimi nga njerëz të specializuar. Pra njerëz që nuk kanë informacion, është mirë që një pacient që dyshohet që mund të ketë dëmtuar kolonën, shpinën, të mos ta lëvizin, por të njoftojnë shërbimet e urgjencës.
Ndërsa kur flasim për fraktura të energji të ulët të gjymtyrëve, përgjithsisht fraktura prodhon dhimbje, prodhon dhe një lloj kontrakture të muskujve të gjymtyrëve, për shembull të krahut, parakrahut ose të këmbës, që është si një mekanizëm mbrojtës që nuk e lejon njeriu të lëviz. Dhe në një lloj mënyre është një lloj mekanizmi mbrojtës ndaj dëmtimeve të mëtejshme. Që nuk e lëviz dot edhe pra nuk e lëviz dot dhe në një lloj mënyre ai mban një pozicion të detyrueshëm i cili edhe mbron ndaj dëmtimeve që mund të ndodhin të strukturave të enëve të gjakut apo të nerva. Po në rastet të këtyre dëmtimeve me energji të ulët, sa e rrezikshme është që të lëvizet? Sepse shohim në momente paniku, dikush pa ditur se si t'ja ofrojnë ndihmën e parë, mundohet që t'i ofrojnë ndihmën e parë ndërkohë që edhe e dëmton. Një njeri që nuk ka informacion, është mirë që mos të ndërhyjë në këto raste, por ajo që mund të bëhet janë disa veprime të thjeshta, si të thuash kur një njeri pëson një dëmtim me një deformim të dukshëm, supozojmë dëmtohet parakrahu apo këmba, mund të bëhet një përpjekje minimale për ta imobilizuar edhe me mjete rrethanore, qoftë se shërbimi i urgjencës do ishte i pamundur në moment. Pra, për ta çuar atë gjymtyrën me atë intuitën e zakonshme në një pozicion sa më natyral. Por më e mira është që njerëzit që nuk kanë informacion mos të ndërhyjnë. Ndërsa vetë pacienti, ju thash, që për shkak të dhimbjes që ka, përgjithsisht e gjen në mënyrë instiktive pozicionin më optimal dhe e mbron atë gjymtyrën e vet. Ju nga praktika juaj e përditshme, cilat janë disa nga gabimet më të zakonshme që i shihni që bëjnë pacientët në momentet që përpësojnë fraktura? Një nga gabimet që shohim është mos marrja e trajtimit nga mjekët. Ka shumë pacient, njerëz në Shqipëri që e kërkojnë zgjidhjen e këtyre trauma nga njerëz që nuk janë mjek, e ushtrojnë këtë profesion për arsye ndryshme. Dhe disa njerëz edhe aktualisht e kërkojnë ndihmën nga këta njerëz. Gabimet që kemi parë më të shpeshta janë imobilizimet e frakturave. Kur themi imobilizim do thotë e fiksojmë gjymtyrën me një mënyrë të caktuar që fraktura mos lëvizi dhe të shërohet. Por edhe kjo ka mënyrën e vet shkencore, ka disa protokolle se si duhet bërë, sepse kur një gjymtyr pson një frakturë, menjëherë mbas frakturës vjen kjo faza e ajntjes, e edemës, e cila ndonjëherë është kaq e madhe, kaq masive, sa në qoftë se ne e imobilizojmë të gjymtyr me mënyra që nuk lejojnë të zhvillohet kjo edem, pra janë kaq të shtrënguara mbas trupit, kjo mund të sjellë një pasojë të rëndë. Për shembull, një fëmijë që pëson një frakturë bryli nga më të shpeshtat, qoftë se imobilizohet me mënyra popullore, nga njerëz që nuk janë specializuar në këtë trajtim, mund të sjellë një pasojë të gjymtyra e tyre që mund të invalidizojë dorën e tyre përjetësisht. Për shkak të edemës së madhe që zhvillohet rreth brylit kur psohet një frakturë, kjo mund të sjellë në shtypjen e arterjes kryesore të brylit, të nervave që gjenden rreth brylit, të cilat pastaj mund të sjellin një dëmtim të përhershëm të funksionit të dorës. Dhe kjo është një gjë që ne e kemi parë në praktikën tonë, por për fat mirë kemi ndërhyrë në kohë dhe është shmangur invalidizimi. E kuptoj, pra gjithmonë duhet një vizitë tek mjeku specialist në raste të frakturave. Patjetër. Doktor, sa e komplikuar është trajtosh një pacient me frakturë, sa zgjat ky trajtim, si funksionon? Duke që si ju jeni mjek, jeni kirurg edhe mund na shpjegoni pak. Kjo varet dhe nga lloji traumës, ka trauma që fraktura, siç e përmendëm më lart, me energji të ulët, që janë të cilat janë kaq pa zhvendosje, pra ajo që në gjuhën e përditshme i themi krisje, pra që i thonë njerëzit, ose fisur, pra është një, e thënë me fjalë thjeshta, plasaritje e kockës, ku kocka nuk pëson zhvendosje, ajo thyet, por qëndron në pozicion natyral dhe duket e qëndrueshme, nuk lëviz. Këto janë fraktura që kërkojnë një ndihmë shumë të vogël nga ana jonë,
në disa raste vetëm një, si thua, një shpjegim në rastin e një fëmije të prindrit që ata të jenë të qetë, që çdo gjë do shkojë mirë dhe shërohen shumë shpejt. Siç është dhe ana tjetër e spektrit, frakturat me energji të lartë, traumat të mëdha, nuk ka një afat të paracaktuar të shërimit të një frakture. Ka disa rregulla se sa kohë kërkon shërimi i një frakture. Kjo varet nga vendi ku është fraktura, varet nga trauma, sa energji ka pas trauma, varet nga pacienti që e ka frakturën, nga gjendja e tij e përgjithshme e shëndetit, nga mosha e tij. Pra ka shumë faktorë. Nëse doni mund t'ju jap ndonjë shembull për t'u bërë më të thjeshtë për ta patjetër. Për ta kuptuar. Për shembull, nëse marrim rastin e një fëmije që bën një frakturë që të parakrahut mbas një rrëzimi në lojë. Fëmijët kanë një veçori që skeleti i tyre, kockat e tyre janë shumë elastike, pra vështirë të thyeshme. Ato ndonjëherë përkulen, nuk thyen. Që në gjuhën angleze quhen green stick, pra si ai shkopi i gjelbër që përpiqemi ta thyejmë, por përkulet, nuk thyen. Kjo gjë ndodhet te fëmijët. Këto janë fraktura shumë që kërkojnë sigurisht ndjekjen nga ortopedi, se kanë dhe këto ato ndërlikimet e mundshme të veta, por që shërohen shumë shpejt. Po themi 3-4 javë, maksimumi 6 javë shërohet një frakturë e tillë. Po ka dhe fraktura të kockave të mëdha, për shembull fraktura e femurit, femuri quhet kocka e kofshës. Një frakturë ndonjëherë mund të kërkojë dhe vite për të shëruar. Në kushte normale, ideale dhe një i ri i shëndetshëm, mbas një trajtimi të mirë nga ana jonë si ortoped, me mënyrat më moderne, të një frakture të femurit, po themi, ajo mund të kërkojë 6 muaj deri në 1 vit për të shëruar plotësisht. Po ka raste që shërimi mund të zgjasë dhe disa vite, sepse mund të ndodhi që kjo frakturë dhe të mos shërohet dhe të nevojitet ndërhyrje të një pasnjëshme deri në arritjen e shërimit përfundimtar. Pra nuk ka një formulë të prerë që për çdo frakturë, për çdo pacient, për çdo mënyrë. Por në çdo rast shërohen frakturat? Fatkeqësisht jo në çdo rast. Ka fraktura që nuk shërohen. Kur ndodh kjo? Për shembull, një nga frakturat më të shpeshta që hasim ne në praktikën tonë është fraktura e qafës së femurit, që është te kofsha, tek të moshuarit, që mbas një moshe të caktuar, supozojmë mbas moshës 70 vjeç, edhe kjo është e diskutueshme, kur është me zhvendosje, rezultatet e trajtimit të kësaj frakture, pra shërimi i saj është pak i mundshëm që të ndodhë. Kështu që sot mjekësia, ortopedia e ka zgjidhur trajtimin e kësaj frakture me zëvendësim, pra kur thyet qafë e femurit, pra ajo pjesë e kokës që presim që të shërohet, që normalisht e një i ri mbasi ti e fikson me vida, titanium, ajo shërohet, pra ruhet kocka dhe kërkon pak kohë, tek një i moshuar, për shkak të se studimet tregojnë që në shumë raste kjo dështon, pra nuk shërohet si frakturë, është gjetur zgjidhja ndër vite nga zhvillimi i shkencës ortopedisë me zvendësimin e saj. Pra vendoset një protezë parciale, quhet ajo, ku kjo pjesa e thyer hiqet dhe zvendësohet me komponent metalik, të cilët një të moshuari i ofrojnë menjëherë mundësinë të nesmen ose po që ditën e operacionit të çohet në këmbë dhe krijoj pavarësinë të lëvizjes. Doktor, ju përmendet që nevojitet trajtimi nga ana e ortopedit, po nga ana e pacientit, çfarë ndikon që të ketë një shërim më të shpejtë të kockës? A ndikon stili jetesës, ushqyerja, këta faktorë? Patjetër. Ka rëndësi dhe stili jetesës, për shembull po marrim anën e gjërave që nuk rekomandohet që të konsumohen kur ti pson një frakturë. Ka shumë studime që tregojnë efektin e negativ të nikotinës, të duhanit në shërimin e frakturave. Pra ka studime të vërteta që vërtetojnë që konsumimi i nikotinës, që lidhet dhe me sasinë e cigareve që konsumon njëri në ditë, ngadalson
shërimin e një frakture, mund të çojë në mos shërimin e saj, ose në shumë komplikacione të tjera që lindin mbas një frakture. Dëmtimi. Gjithashtu përdorimi i alkoolit është një nga shkaktarët që të mos shërimit ose të vonesë shërimit. Ndërsa për sa i përket anës tjetër që të dietës apo të kujdesit apo të stilit jetesës, sigurisht që çdo këshill që vlen për shëndetin përgjithësi ka vlerë edhe tek frakturat. Nuk është se ka një dietë të caktuar që do t'ja rekomandojmë një pacienti që ka një frakturë. Pra shumë njerëz bëjnë pyetje natyrës që çfarë duhet ushqemi. Nuk ka ndonjë studim që tregon që do të marrim një dietë caktuar për të nxitur shërimin e një frakture, por një dietë e ekuilibruar dhe e shëndetshme, siç është për çdo sëmundje, për çdo pjesë të trupit të njeriu, vlen dhe për frakturën. Ka rol në studime vitamina D, siç ka benefite të tjera, ka benefite edhe në shëndetin e kockave, skelet, por edhe në shërimin e frakturave. Po në lidhje me, për shembull, kaliumi, kalciumi, që thonë ushqimet e pasura me këto lëndë ushqyese ndihmojnë kockën që të jetë më e shëndetshme, është e vërtetë? Do thonë në moment që ke një frakturë, mund të ushqesh me ushqime të tilla? Kjo merr më shumë vlerë tek pacientët që kanë osteoporozë. Osteoporoza është një sëmundje që ka të bëjë me densitetin e kockës, me cilësinë e kockës, është një sëmundje që vjen me moshën, prek më shpesh dhe më herët gratë. Dhe 11 vjeçar mbas grave prek dhe meshkujt, pra burrat, për shkak të ndryshimeve që kanë gratë dhe burrat nga ana për shkak të menopauzës dhe shumë faktorëve të tjerë. Osteoporoza shkakton një dobësim të strukturës së kockës, të skeletit, bën më të brisht, më të thyeshëm. Dhe në këtë rast merr shumë vlerë trajtimi i osteoporozës, pra i shëndetit të kockës, mbasi ne fatkeqësisht në praktikën tonë në shumicën e rasteve përballemi me osteoporozën me pasojat e saj, jo me pra nuk në shumë raste nuk arrim ta parandalojmë. Ka shumë programe. Ka ndodhur dëmi. Po, ka shumë programe që depistojnë njerëzit për të zbuluar që kanë osteoporozë, por në shumë raste në Shqipëri dhe në gjithë botën ne përballemi me atë kur ka ndodhur një frakturë, si ato që përmendëm më lart, për shembull një moshuar që bën një frakturë të kyçit dorës, të qafës së femurit ose të një vertebre, mbas një rrëzimi me energji të ulët, si pasojë e dobësimit të skelet nga osteoporoza. Në këtë rast merr shumë vlerë trajtimi i shëndetit të kockës mbasi e kemi trajtuar edhe thyerjen dhe në parim kjo kryhet me vitaminën D që e përmendëm më lart, është një vitaminë që ndihmon përthithjen e kalciumit dhe futjen e kalciumit në skelet, pra në kockë. Gjithashtu dhe trajtimi i osteoporozës me disa preparate që janë specifike, siç është alendronati, që ndihmojnë në parandalimin e trajtimin afatgjatë osteoporozës dhe në të ardhmen ulin riskun që një pacient të bëjë një frakturë të ngjashme. Ndonjëherë ne kemi edhe disa zakone që kërcasim gishtat ose kjo mund të jetë ndoshta më e zakonshme, a janë këta të rrezikshme për shëndetin në përgjithësi të kockave? Mendoj që nuk ka ndonjë nuk jam në denit në një studimi që të lidh dëshirën ose nevojën për të bërë kërcitje në gishtat me ndonjë pasojë që mund sjell. Pra nuk sjell pasojë, nuk kam një koment për këtë që rekomandohet apo jo. Ka ndonjë nuk sjell ndonjë pasojë, jo. Doktor, doja t'ju pyesja në lidhje dhe me luksacionin të fëmijët të vegjël. Dhe në çfarë moshe mund të rregullohet kjo problematik dhe sa e rëndësishme është që të identifikohet sa më herët. Ju si e shikoni këtë problem? Kjo është shumë e rëndësishme për prindrit. Luksacioni, më parë të themi dy fjalë, çfarë është? Mund ta shpjegojmë për ata që nuk e dinë. Luksacioni në radhë parë nuk është një sëmundje e lindur, është një sëmundje që zhvillohet gjatë moshës së foshnjërisë. Prek më tepër vajzat, ka një raport 5-1 vajzat me meshkujt, për arsye të ndryshme janë studiuar, por
Ka një teori që duke qenë se një foshnjë vajzë vetë nga fiziologjia sa e shmendjeshme ndaj disa hormoneve të nënës, gjatë shtatzanisë, të cilat kanë si funksion relaksimin e skeletit, pra bëjnë gati, si të thuash, trupin e nënës për të bërë lindjen natyrale. Dhe në një lloj mënyre këto hormone ndikojnë vetë skeleti apo sistemi muskuloskeletik i një foshnje, më shumë të një foshnje të gjinisë femërore. Një nga teoritë që përse vajzat kanë një prirje më të madhe për të bërë këtë luksacionin e koksofemoral. Por përgjithsisht arsyet e vërteta nuk dihen. A ka rol trashëgimia? Ka rol, po jo të drejt për drejt, pra jo domosdoshmërisht transmetohet nga brezi në brez, por një fëmijë që ka në familjen e tij histori të luksacionit e ka riskun më të lartë për ta zhvilluar. Sot në botë ka programe të ndryshme, po ashtu edhe në Shqipëri, për të zbuluar sa më herët luksacionin. Një nga këto mënyra është ajo që bëhet në Shqipëri prej vitesh, është vlerësimi i fëmijës në mënyrë klinike, me një test shumë të thjeshtë që bëhet në çdo konsultore nga pediatrit që ndjekin çdo foshnjë për të vlerësuar që ka apo jo luksacion. Gjithashtu gjithmonë më shumë përdoret dhe ekoja, pra ekografia ose ultrasonografia koksofemorale, e cila muajt e parë të një foshnje e tregon më së miri ka apo jo fëmia luksacion. Por këtu ka rëndësi më tepër bashkëpunimi i këtyre hallkave, domethënë që nga neonatologu që e vlerëson i pari fëmijën mbasi lind, te pediatri që do ndjek zhvillimin e këtij fëmije dhe në rast nevoje, ky pediatër kur ka dyshim e referon tek ortopedi, i cili pastaj bën trajtimin e avancuar. Tani u më pyetët që në çfarë moshë mund të trajtohet kjo, që të evitohet në të ardhmen që mos ketë probleme. Po, shumë pyetje e rëndësishme në fakt. Sa më herët të trajtohet, aq më mirë, sepse muajt e parë, 6 muajt e parë, po edhe në 6 muajt e parë, sa më herët bëhet trajtimi, aq më i thjeshtë dhe aq më shumë rezultate ka. Nëse një fëmijë diagnostikohet me luksacion koksofemoral, me këtë displazi që quhet, po themi që në moshën 1 muaj apo 2 muaj, menjëherë fillohet trajtimi. Trajtimi i parë shumë i thjeshtë me anë të një pajisje që është si një palicet, e cila vihet patjetër nga ortopedi, sepse ka rregullat e veta të vendosjes dhe të ndjekjes që mos silli pasoja. Dhe shumica e fëmijëve kur e trajtojnë herë, shërohen. Deri në moshën 6 muaj, foshnja mund të trajtohet në këtë mënyrë, pra pa ndërhyrje, me një mënyrë shumë të thjeshtë me anë të një pajisje që vishet dhe nuk sjell asnjë vështirësi të madhe në nënës, në menaxhimin e fëmijës. Mbas moshës 6 muaj deri në moshën 18 muajshe, pra 1 vjeç e gjys, trajtimi zakonisht bëhet me gips. Pra këtu komplikohet pak trajtimi i saj. Është mirë që të bëhet trajtimi para moshës 6 muajsh. Në këtë moshë trajtimi bëhet me gips, me allëshi, e cila sigurisht vihet nga mjeku ortoped, në kushtet e spitalit, në kushtet e sallës, me një fëmijë që është në anestezi. Në disa raste nevojitet edhe një ndërhyrje e vogël te kofsha për të zgjatur disa muskuj që pengojnë ripozicionimin e luksacionit. Shumica e këtyre fëmijëve edhe në këtë grup moshë me këtë trajtim shërohen. Dhe mbas moshës 18 muaj, shkalla e trajtimit dhe vështirësisë rritet, kërkohet trajtim kirurgjikal, pra bëhet hapja kirurgjikale e kofshës dhe ripozicionimi i luksacionit në vendin e vet në mënyrë kirurgjikale. Ky është një operacion shumë kompleks që në Shqipëri bëhet nga disa mjek, pra ka një trashëgimi shumë të mirë Shqipëria në trajtimin e luksacioneve. Edhe në këtë rast, shumica e fëmijëve kanë ecuri të mbar, por fatkeqësisht jo të gjithë fëmijët kur kapën në faza kaq të avancuara kanë prognozë të shkëlqyer.
Po lidhje me këta, doktor, gjymtyre që janë një me gjatë, një me shkurtër, trajtohen, shërohen? Kjo është pak komplekse sepse arsyet e kësaj pabarazisë gjymtyrëve mund të jenë të shumta, mund të jetë e lindur, mund të jetë e zhvilluar, mund të jetë mbas një traume, secila ka specifikat e veta, patjetër trajtohen. Sot ortopedia është zhvilluar në atë shkallë që mund të arrijë zgjatje të gjymtyrëve të përmasave të mëdha. Pra ka ecur shumë si shkencë, nuk është se është vetëm sot, kjo është zhvilluar ndër vite, por kemi parasysh që skeleti, kocka e njeriut dhe muskujt dhe tendinat, gjitha strukturat kanë një aftësi të jashtëzakonshme për të shëruar, që është zbuluar nga shkencëtarët në fushën e ortopedisë. Për shembull, kocka e njeriut ka një veçori që nëse ne supozojmë femurin, pra kockën e kofshës, kur ajo është e shkurtër për arsye nga më të ndryshme. Nëse ne bëjmë një prerje të saj dhe pastaj me anë të disa pajisjeve specifike, shumë moderne që ka ortopedia, bëjmë një zgjatje të kontrolluar, zakonisht kjo është 1 milimetër në ditë, pra ne e presim kockën dhe pastaj në një mënyrë të kontrolluar shkencore bëjmë zgjatjen e saj nga vetë pacienti me disa instruksione ose nëpërmjet pajisjeve më moderne sot që janë me software. Pra, nëse ne zgjasim atë mesatarisht 1 milimetër në ditë, në disa lëvizje gjatë ditës, ndodh një gjë shumë e mrekullueshme që është formimi i kockës së re, zgjatje e kësaj gjymtyre në mënyrë graduale në disa javë, po jo vetëm e kockës, por ndodh zgjatje e muskujve, e tendinave, e nervave, e enëve të gjakut, e lëkurës. Nëse kjo bëhet e kontrolluar në mënyrë shkencore, mund të bëjmë një zgjatje të gjymtyrës që mund të jetë e konsiderueshme, mund të shkojë edhe 10 cm. Okay. Pra sot mjekësia e ka arritur këtë. Doktor, unë duhet të pyesja se cili ka qenë rasti më i vështirë që ju keni trajtuar? Jo vetëm për këtë pjesë, por për në tërësi gjithë karrierën tuaj, kë mbani mend si rast më të vështirë? Fusha jonë e kirurgët ortopedët, çdo kirurgjie në fakt është e tillë që ka shumë pak vend për surpriza, si të thuash, duhet të jesh i përgatitur. Kur hyn në sallë duhet të kesh bërë planin A, planin B dhe planin C. Pra ti duhet të jesh i përgatitur për të gjitha skenaret e mundshme që mund të ndodhin, sepse është diçka shumë e rëndësishme që lidhet me jetën, me funksionin e njeriut. Megjithatë, ka shumë raste që ti vihesh përballë një gjë të papritur. Frakturat më sfiduese në fushën tonë janë frakturat ato që thamë dhe më lart me energji të lartë, sidomos të pjesës së legenit, të bachinit, për shkak të faktit jo vetëm të frakturës në vetvete, të kockës, po të riskut që ajo sjell te jeta e njeriut. Dhe trajtimi këtyre frakturave me energji të lartë të legenit, pra të bachinit, që zakonisht ndodhin mbas traumave, aksidente të rënda automobilistik ose rrëzimeve nga lartësitë, kërkon menaxhim në ekip multidisciplinor, pra nuk është vetëm kirurgu ai që e trajton, por është ekipi anestezistëve, i kirurgëve, i gjithë një strukturë vërtet spitalore, shumë e zhvilluar që të trajtojë një frakturë të tillë. Dhe risku i vërtet nuk qëndron tek afrimi i kockë. Pra, por qëndron te menaxhimi në tërësi i pacientëve riskjeve që mund të sjellë një frakturë. Nuk është se ka një rast ndonjë rast që ju keni thënë nuk mund të shërohet, por ka ndodhur e kundërta? Në fakt ka raste kështu në përvojën tonë. Përgjithsisht ajo që kemi vënë re nga përvoja jonë është ajo veçori që kanë fëmijët e vegjël kur në disa raste pësojnë trauma të rënda, kanë një veçori, një aftësi shëruese të jashtëzakonshme, që edhe ne si kirurg ndonjëherë surprizohemi nga aftësia e tyre rikuperuese. Pra, kemi pasur raste me një fëmijë i vogël, rreth 5-6 vjeç, me një traumë të rëndë me një mjet buqësor,
i cili shkakton dëme jo vetëm fraktura, por edhe të indet buta, të enëve të gjakut, të nervave, ekspozim të indeve. Ky fëmijë kishte një frakturë të... Pra ishte një traumë e tillë që kjo pajisja, ky mjedi bujqësor ka një veçori që si thua e përfshin trupin e njeriu të tërheq dhe përpiqet që ta përcjelli. Dhe këto sillin trauma shumë të rënda. Në rastin e këtij fëmije vërtet është bërë një trajtim shumë i shkëlqyer nga spitali i traumës. Pra nuk është një trajtim që e bën një mjek. Duhet një strukturë e vërtet që ta bëj dhe mund të shkonte deri në një amputim të këmbës, por sot ky fëmijë është i aftë që të eci vetë pa asnjë lloj pandimin, asnjë lloj pajisje në trupin. Merr kuptim shpeja që doktorët vërtet bëjnë mrekulli. Se është edhe në dorën tuaj kjo. Patjetër, por është aftësi e jashtëzakonshme që ka rikuperuese e fëmijëve, e rikuperimit të indeve të tyre. Që edhe ne na ka surprizuar. Mirë. Doktor, ne kemi dhe një rubrik mit apo fakt, të cilave ti mund të përgjigjesh shkurt, por ndërsa ke dëshirë mund të ta zgjerosh. A është e vërtetë që kur ndryshon koha dhe në vendi ku ti ke thyer kockën, ke patur frakturë? E vërtet, shumë pacient që ne trajtojmë e kanë këtë ankesë, përmendet dhe në libra, nuk dihet në një arsye pse ndodh, zakonisht nuk sjell në një pasojë. Është diçka kalimtar. Po. Kërcitja e gishtave shkakton ndridhje duarsh. Nuk mendoj që është e vërtetë. Nuk lidhet. Frakturat e fëmijëve shërohen gjithmonë. Pothuajse gjithmonë. Pothuajse gjithmonë. Fraktura shoqërohet gjithmonë me dhimbje. Ka dhe raste që zbulojnë frakturat e pacientë që nuk kanë qenë ndjeni edhe disa muaj. Pra jo gjithmonë. Pra, nuk shkakton muajt e parë, po në një moment shkakton dhimbje? Pra, për shembull një frakturë e kyçit dorës, që mund ke pësuar një dëmtim të dorës, por nuk e di që je me frakturë, mund ta marrësh vesh që ke frakturë mbas disa muajsh. Pra, dhimbja është e tillë që nuk pengon funksionin e përditshëm, nuk ka qenë e tillë që të sjelli te drejtoj tek mjeku. Pra mund ndodhe kjo. Nëse dhimbja kalon, fraktura është shëruar. Sa e vërtetë është? Ka rëndësi, në fakt. Një nga vlerësimet klinike që ne bëjmë të frakturës është ne prekim me dorë frakturën, përpiqemi ta shtypim, ta lvizim, nëse ajo nuk dhëmb dhe pacienti nuk e ka si ankesë, është një gjë në favor të shërimit. Doktor, jemi në fund të intervistës dhe do doja një këshill që ju t'ia jepni pacientëve, por edhe qytetarëve në lidhje me kujdesin që duhet tregojnë ndaj kockave. Stili i jetesës që e përmendëm më lart, jetë aktive, ecje, çdo lloj sporti që mund të bëjë njeri sipas moshës, sipas mundësive, një dietë e ekuilibruar e pa tepri, shmangja e alkoolit, shmangja e duhanit. Ishte kënaqësi, shumë faleminderit. Faleminderit. Faleminderit dhe ju miq që na ndoqët, bashkë do të shihemi në episodin e radhës.